Kosova ime, konferenca sot në Rozet Hajdarit nuk kishte për drejtësi, ishte për mbrojtje politike. Ministri janë e detyrë e akuzuar për keqpërdrim të detyrës dhe dëm prej rreth 3 milion euro ndaj buxhetit të shtetit, doli para mjeteve, jo për të sqaruar faktet, por për të mbrojtur Albin Kurtin dhe narrativën e qeverisë. Në vend se të fliste qartë për procedurat anashkaluara për çmimin e rritur artificialisht të grurit, për operatorët që kanë përfituar dhe për arsyeën pse rezervat shtetërore u menaxhuan me vendime të mbyllura, ajo u zhyt në justifikime me siguri kombëtare, me kriza globale dhe vendime emergjente. Por akt akuza nuk flet për krizë, flet për përfitime të palegjshme për palë të treta dhe për dëme konkrete ndaj shtetit. E kur përballë akuzave të tilla një ministre flet më shumë për qeverinë se për përgjegjësinë e vet, mesazhi është i qartë. Këta individ vazhdojnë ta ngatrojnë shtetin me partinë dhe drejtësinë me propagandën e vet.